Drejt kam kolegen në këto qaste, Eliza Gjediku, nga newsroom-i ynë, pasi ka një zhvillim në fakt që është miratuar ditën e djeshme në mbledhjen e qeverisë një ditë më parë, plan veprimi për moshimin, por që kjo sjell sidomos pensionin e 13. Pra të moshuarit do të shkojnë drejt pensionit të 13. Çfarë është konkretisht? Përshëndetje Eliza. Përshëndetje Ertil, në fakt është një dokument i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dokumenti i moshimit dhe plani i veprimit për periudhën kohore 2025-2030, që tashmë është miratuar nga qeveria dhe pritet të publikohet në fletoren zyrtare për të hyrë zyrtarisht në fuqi. Ndër masat kryesore që janë të parashikuara në këtë program që është miratuar nga Këshilli i Ministrave, është edhe një kapitull që i përket vetëm fushës së pensioneve. Pra janë disa rekomandime që janë vënë në këtë dokument që shkojnë në të njëjtën linjë edhe me rishikime që do të pësoj ligji për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë me qëllim që të reformohet skema e pensioneve, punë që tashmë ka nisur. 5 janë, le të themi, 6 janë ndryshimet thelbësore që propozohen në këtë dokument. Së pari, një pension i 13 për të gjithë qytetarët që marrin një pension në Shqipëri dhe që aktualisht janë 721.000 në total. Si do përfitohet ky pension i 13? Pensioni 13 është e njëjta praktikë, le të themi, që funksionon herë edhe në administratën publike, merret vetëm një herë në vit, në fund të çdo viti merret edhe një pagesë, pra edhe një pagesë shtesë ekuivalente me masën e pensionit që merr qytetari përgjatë gjithë vitit. Po ashtu pika tjetër shumë e rëndësishme që pritet të ndikojë direkt edhe tek masa mujore e pensionit ka të bëjë me formulën e indeksimit. Ne jemi mësuar që indeksimi bëhet një herë në vit në bazë të inflacionit të grupit të mallrave që kategorizohen tek shporta që konsumon vazhdimisht pjesa e pensionistëve, do të ketë një indeksim të diferencuar. Ne kemi thënë edhe herë të tjera që ishte një le të themi alternativë në tryezën e diskutimit, por me sa duket është marrë në konsiderat dhe pritet të jetë pjesë e skemës së re. Pra, indeksimi mujor nuk do të bëhet vetëm me një vlerë që mund të jetë aq sa ishte diferenca inflacionit nga viti në vit, por do të bëhet në varësi të masës së pensionit që merr çdo qytetar. Pra mund të ketë disa indeksime në varësi të grupeve që do të ndahen nga institucionet kur të bëhet reforma e re. Pika tjetër që ndryshon ka të bëjë me masa që do të ndërmerren për të rritur me 50% pensionin mesatar që në vend aktualisht është në vlerën 340-350 euro në rast se ke vitet e plota të punës. Ndryshimi tjetër që pritet të bëhet është rritje me 100% ose 2 fishimi pensionit social nga 100 euro që është aktualisht në 200 euro, do të përshpejtohet mosha për të dalë në pension, një kërkesë kjo edhe e Bashkimit Evropian. Pra nëse sot mosha për gratë që të dalin në pension rritet me 2 muaj, propozimi është që të kemi një përshpejtim që çdo vit të mos ketë rritje me 2 muaj, por më shumë, dhe që barazimi i moshës së pensionit për burra dhe për gratë në 67 vjeç të mos arrihet në vitin 2056, por të arrihet më herët. Pra, gjitha këto ndryshime pritet të reflektohen në ligjin e ri, le të themi, për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Sipas këtij dokumenti, një vendim i tillë, pra një reformim i skemës së pensioneve, është i domosdoshëm në kushtet e financiare në të cilat ndodhen pensionistët. Dhe këto ndryshime synojnë pikërisht për të përmirësuar gjendjen e tyre financiare, si dhe për të rritur fuqinë e tyre konsumatore, pra për të rritur konsumin edhe tek kjo kategori. Tani pyetja që besoj çdo pensionist e ka, kur pritet që të hyjë në fuqi, pra si pensioni 13, i cili do të zvendësojë në një farë mënyrë atë që e quajmë të gjithë ne një shpërblim për pensionistët në fund vit, që jepet 50 apo 100 euro, pra tani do të ketë një pension të 13 dhe indeksimi i cili ka ndryshim, do të jetë mujor. Në fakt, në këtë dokument nuk specifikohet nëse do të hiqet shpërblimi i fund vitit apo do jetë. Pra, do të jenë shpërblimet edhe përkundrejt marrjes së pensionit të 13 apo jo. Të gjitha këto ndryshime janë parashikuar që të futen në fuqi brenda këtij 5 vjeçari, pra që përkon me strategjinë 2025-2030. Brenda kësaj periudhe, patjetër duhet të jetë rishikuar ligji për sigurimet shoqërore, i cili është ligji themelor, i cili le të themi ndryshon tërësisht skemën e pensioneve. Puna për rishikimin e këtij kuadri ligjor ka nisur prej më shumë se 6 muajsh nga institucionet shtetërore shqiptare me asistencë edhe të institucioneve të huaja ndërkombëtare, siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
ajo që duhet të theksohet është se pa u bërë i gjithë rishikimi i kuadrit ligjor, nuk mund të ketë zbatim automatik të këtyre masave të cilat unë sapo citova. Pra, fillimisht duhet të rishikohet kuadri ligjor për të ndryshuar formulën se si bëhet indeksimi, për të rishikuar le të themi vitet për të moshën e daljes në pension, apo për të rishikuar masat të cilat do të çonin automatikisht në rritjen e pensionit. E vetmja gjë që mund të bëhet pa pasur le të themi këto ndryshime ligjore, hartimin e një ligji të ri për sigurimet, hedhja e tij në konsultim publik, kalimi i procesit të konsultimit dhe pas mbërritja në kuvend, e vetmja që mund të bëhet ka të bëjë me pensionin e 13 që mund të jetë edhe një vendim i Këshillit të Ministrave, siç ndodh edhe në rastin e shpërblimit të fundvitit apo në rastin e bonusit të pranverës. Gjesi, e gjithë kjo është në kuadër të reformimit të skemës pensioneve, sepse plani është 5 vjeçar, që do të thotë mund të hyjë në fuqi në 2029 apo 2030. Hynë në fuqi në momentin që do të jetë i plotësuar i gjithë kuadri ligjor së bashku me aktet nënligjore të cilat mund ta bëjnë të zbatueshëm. Pra, në rast se kemi një ligj të ri, një projekt ligj të ri për ligjin e sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë, pasi kalon të gjitha hallkat që minimalisht të marrin afro 6 muaj konsultimi pas miratimin në qeveri, kalimin në kuvend, miratimin në kuvend, që mund të marrë një periudhë kohore 6 mujore, shoqëruar më pas edhe me aktet nënligjore që mund të jenë të domosdoshme për ta bërë të zbatueshëm, minimumi do duheshin 2 vite, por kjo mbetet për të parë edhe le të themi në prioritetet që do të caktojnë institucionet për të realizuar reformën e re të pensioneve dhe për të rishikuar le të themi atë skemë të miratuar në fund të vitit 2014 dhe që hyri në fuqi në vitin 2015. Ndryshimi i kësaj reforme që ne kemi trajtuar her pas here është thelpsisht i domosdoshëm në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia edhe përballë sfidës së madhe demografike me të cilën po përballet, pasi po rritet ndjeshëm numri i pensionistëve, ndërkohë e kundërta po ndodh me numrin e kontribuesve. Pra nuk po e shoqëron me të njëjtin ritëm rritja e numrit të punës. Duhet të jetë paralelisht rritja e kontribuesve, sepse ndryshe ku do gjenden parat nga buxheti? Në kushtet ideale duhet të ketë një rritje shumë herë më të shpejtë të numrit të kontribuesve se sa të numrit të përfituesve. Pra, duhet të kemi një rritje, në rast se vitin e kaluar janë shtuar në skemën e pensioneve afro 30.000 qytetar, duhet minimumi që numri i ri i të punësuarve që derdhin kontribute të jetë në të njëjtën shifër, pra që të kemi një stabilitet. E mira do të ishte që të kishte një rritje shumë më të madhe se 30.000. Eliza Gjediku, të falenderoj shumë për gjitha këto detaje në mënyrë të zgjeruar për skemën e re të pensioneve të qeverisë në planin 5 vjeçar dhe në brenda vitit 2030. Mirë, ne kemi mbritur në fund për ditën e sotme. Ju vjoni qëndroni në ekranin e Report Televizion, pas pak edicioni qëndroni lajmet mesditës në orën 15 në mënyrë më zgjeruar me kolegët tanë të Departamentit të Informacionit. Lajmet tona në Koreali gjeni në shqiptarja.com, programet tona në kanalin tonë në YouTube Report TV. Ndajemi këtu, minuta kofsh.